Mirë se erdhe në kanalin Yjet Flasin. Nëse do që ti dëgjosh çdo ditë mesazhet që Yjet kanë për ty, abonohu tani dhe aktivizo zilen për të mos humbur asnjë parashikim. Priteni këtë ditë, 22 dhjetor. Një shenjë bëhet milionere, ndryshim i madh deri më 31 dhjetor. Priteni këtë ditë, 22 dhjetor, sepse kjo datë nuk është e zakonshme dhe nuk kalon thjesht si një ditë tjetër në kalendar. Energjitë e universit përqendrohen fuqishëm, ciklet mbyllen dhe një derë e madhe hapet për një shenjë të vetme. Nga ky moment e deri më 31 dhjetor, fati financiar merr një kthes të fortë, të papritur dhe vendimtare. Universi po përgatit një ndryshim të madh, një ngritje që mund të transformojë jetën rrënjësisht. Më 22 dhjetor, gjithçka mund të nisë me një lajm, një informacion, një mundësi, një vendim ose një takim që në pamje të parë duket i zakonshëm, por që mbart brenda potencialin e pasurisë së madhe. Kjo është dita ku shansi nuk troket dy herë. Energjitë janë të tilla që gjithçka mund të shumëfishohet shpejt, lekë, ndikim, pushtet personal dhe sukses material. Deri më 31 dhjetor, kjo shenjë hyn në një cikël ku bollku nuk vjen ngadalë, por shpërthen. Mund të flasim për fitime të mëdha, një marrëveshje shumë të rëndësishme, një investim që kthehet në ar, ose një mundësi që e ngre këtë shenjë në një nivel krejt tjetër. Është një periudhë ku fati financiar shfaqet pa paralajmërim dhe ndryshon gjithçka në pak ditë. Ky nuk është thjesht një parashikim për lekë. Është një paralajmërim për një ndryshim të madh jete. Nga data 22 dhjetor, për një shenjë gjithçka fillon të rreshtohet ndryshe. Rrugët hapen, pengesat zhduken dhe universi fillon të punojë në favor të saj. Çdo vendim i marrë këto ditë ka peshë shumë të madhe dhe mund të përcaktojë drejtimin e vitit që vjen. Në këtë video do të zbulojmë cila është shenja që ka potencialin të bëhet milionere dhe si do të shpaloset ky ndryshim i madh deri në fund të dhjetorit. Qëndroni deri në fund, sepse kjo datë mund të jetë pika e kthesës që nuk vjen dy herë në jetë. Britsjapi. Për Britsjapin, kjo datë shënon një pikë kthese historike. Nuk është thjesht një fillim sezoni apo një ditë simbolike. Është momenti kur universi vendos të shpërblejë një shenjë që ka duruar, ka punuar në heshtje dhe ka mbajtur peshë të madhe mbi shpatulla për një kohë të gjatë. Nga kjo ditë në vazhdim, gjithçka fillon të lëviz me shpejtësi të jashtëzakonshme. Më 22 dhjetor, energjitë financiare për Britsjapin aktivizohen fuqishëm. Diçka ndizet dhe mund të jetë një lajm, një vendim, një firmë, një telefonat, një përgjigje që e prisnit prej kohësh ose një mundësi që vjen në momentin e fundit të vitit, por që ka fuqinë të ndryshojë jo vetëm fundin e dhjetorit, por edhe vitin që vjen. Kjo është dita kur fati financiar nuk vjen më në formë premtimi, por në formë realiteti konkret. Nuk do të thotë domosdoshmërisht që parat bien nga qielli brenda një nate, por do të thotë që nga 22 dhjetori hapet rruga drejt pasurisë së madhe. Mund të jetë një marrëveshje shumë e fortë, një investim, një biznes, një projekt i madh ose një pozicion që sjell të ardhura shumë më të larta se çdo gjë që keni pasur më parë. Nga 22 deri më 31 dhjetor, Britsjapi hyn në një cikël ku çdo vendim ka peshë të jashtëzakonshme. Këto ditë janë vendimtare. Universi po teston gatishmërinë tuaj për të menduar më madh, për të dalë nga kufitë e vjetër dhe për të pranuar suksesin në një nivel tjetër. Ajo që ndodh tani nuk është e vogël, nuk është e përkohshme dhe nuk është rastësore. Një figurë autoritare, një person me pushtet, lekë ose ndikim mund të luajë rol kyç në këtë ndryshim. Mund të jetë dikush që ju vlerëson, ju sheh potencialin dhe ju hap një derë që më parë ishte e mbyllur. Kjo ndihmë nuk vjen pa arsye, vjen sepse Britsjapi ka kaluar prova të forta dhe tani është gati për shpërblimin. Financiarisht, këto ditë shënojnë fillimin e një epoke të re. Mund të flasim për shumëfishim të ardhurave, për dalje nga borxhet, për siguri të fortë materiale dhe për ndërtimin e një baze që ju afron realisht me statusin e milionerit. Nga fundi i dhjetorit, Britsjapi nuk mendon më si dikush që mbijeton, por si dikush që ndërton pasuri. Psikologjikisht dhe emocionalisht, ky ndryshim është po aq i fortë. Ju filloni të ndjeni më të sigurt, më të fortë dhe më të qartë në vendimet tuaja. Frika e mungesës largohet. Dyshimet zbehen. Në vend të tyre vjen bindja se jeni në rrugën e duhur dhe se ajo që po ndërtoni tani do të zgjasë shumë. Deri më 31 dhjetor, një cikël mbyllet përfundimisht.
Bricjapi lë pas një version të vjetër të vetes dhe hyn në vitin e ri me një status krejt tjetër, më i fortë, më i pasur, më i respektuar dhe më i përgatitur për sukses të madh. Ky ndryshim nuk do të ishte i mundur pa datën 22 dhjetor, sepse aty ndizet shkëndija që ndes gjithë zinxhirin e ngjarjeve. 22 dhjetori nuk është një datë e zakonshme. Është momenti kur për një shenjë gjithçka ndryshon dhe rruga drejt pasurisë së madhe hapet pa kthim pas. Ajo që nis këto ditë shtrihet deri më 31 dhjetor dhe shënon mbylljen e një cikli të vjetër dhe lindjen e një jete krejt tjetër. Ky është fati që vjen vetëm një herë dhe duhet kapur pa frikë. Nëse je bricjap ose nëse ndjen që ky mesazh të përket, shkruaje shenjën tënde në komente dhe bëhu pjesë e kësaj energjie të fuqishme që po lëviz tani. Fjalët kanë forcë dhe universi dëgjon ata që e thërrasin fatin me bindje. Mos harro të abonohesh në kanal, sepse këto ditë sjellin parashikime vendimtare, lajme që ndryshojnë rrjedhën dhe momente që nuk përsëriten më. Fundi i dhjetorit po shkruan histori dhe për disa, kjo histori nis me bollëk, pasuri dhe një jetë të re.